Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Të dashur dëgjues, rikthehemi prapë me një episod pa video kësaj radhe në mënyrë që të garantojmë ruajtjen e identitetit të personave që janë të përfshirë në kauza më të mëdha se sa podcasti im, siç është Petro, administratori i grupit Lolita, me të cilën un kam kryer këtë bisedë që juve do të dëgjoni. Ju ftoj edhe një herë të bëni like, comment, subscribe, ndajeni me miqtë tuaj. Le të zmadhohemi, të zgjerohemi të gjithë së bashku. Dëgjim të këndshëm. Mirë se na erdhe, Plako. Mirë se gjeta. Përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit, po e shoh që ti nuk je shumë mirë. Unë mirë jam, mirë shumë. Thonë që nuk jam mirë, po kështu si kokra e mollës jam gjithsesi. Ka dhe më keq. O Petra, si po kalon? Mirë po kaloj, të them drejtën, domethënë është një periudhë pak kështu e çuditshme, por që ecma. Prezantoj çik pse je kush je, domethënë në nivellon tënde. Po për gjithë ata që dëgjojnë, edhe që mund ta ndjekin Buçi podcast, unë alias është Petro, jam një ndër adminët e faqes Lolita, një ndër çunat që kanë ngel apo që kanë dëshirë të flasin apo ta quajmë si duash. Edhe vendosëm ta bëjmë këtë bisedë, jo se kam unë ndonjë gjë të veçantë, po thjesht për interesin, ndoshta dikush ka interes për faqen për të pyet diçka apo për të sqaruar diçka, apo thjesht një bisedë e imja me Bleonin, me që kemi bërë edhe podcast të tjera edhe space. Sa modest, shumë modest. Unë e kërkova, domethënë këtë bisedën tonë të këndshme sot për vetëm i fakti për mua është gjëra shumë interesante, se ndonjëherë duken gjëra shumë të thjeshta, për shembull se një person, le të themi, për një grup si Lolita, sidomos ata që shohin nga jashtë, ata që ndjekin në Instagram apo ku ti qenë në TikTok, në Facebook, që për gjithë ata që ndjekin normalisht do vëmë edhe atë linkun në description. Duket si diçka pasive, domethënë, edhe unë kam vënë nga bisedat tona të shpeshta, domethënë që ka impenjime të veta që në të vërtetë nuk është aq e thjeshtë sa duket, ose le të themi jo se është shumë e vështirë, po ka ato kleçkat e veta. E para dhe e dyta dhe historia e krijimit është normalisht interesante për çfarë lloj gjëje, që biznesi dhe startup, nuk e di, domethënë çdo lloj gjëje, historia e fillimit është gjithmonë më e bukur. Madje edhe prindrit i pyesim si jeni njohur, që është fillimi jon. Kështu që me këtë pjesën do ta nisim, domethënë si kanë nisur Lolita. Po, të them drejtën, Lolita nuk është se kam nisur, ka qenë një gocë tjetër që e krijoi. Edhe për ta hapë si faqe ka pas hap një djalë që harrova në atë momentin, por që ishte një faqe vogël, e kupton, kështu me 100 likes. Edhe ka qenë periudha 2014-2015, domethënë fundi i 2014-s, dhe për ta vendos pak në kontekst, se po bëj kështu si reminiscenca, ka qenë periudha kur pati mbaru ajo DNSH-ja duket, mos gaboj në 2012 është mbyll. Edhe si më thënë, ishte një periudhë që hapeshin faqe, mbylleshin faqe, periudha art e Facebookut, kur rinia ishte akoma në Facebook. Edhe ishin faqe Kulla e Rrojës, se ku diun ata çuna që bënin gjëra të bukura kështu, meme. Jo meme, ato bënin video, bënin Çmendina Dublin. Po, kohart e Çmendinës. Edhe kishte ca gjëra interesante që dilnin atëherë, dhe kur mbaroi DNSH-ja me Megjin ishin kështu si pa një shtëpi të vetën dhe filluan duke hap faqe. Për shembull, faqja e Malukatët, që adminët tani janë te grupi Lolitës, edhe ajo ka qenë shumë cilësore, ajo ka qenë para Lolitës. E nëse u hap një faqe, një ndër shumë faqet, dhe në atë periudhë filloi, domethënë, ne filluam duke bërë statuse, kupton, siç bëheshin statuset atëherë, hajt po flasim për këtë, po flasim për atë, bënim ironi, bënim meme. Edhe kemi nisur kështu me me meme me paint. Edhe grup
personash, njerëz nga më të ndryshmit. Si me Paint. Me MS Paint, akoma pa mësu Photoshop. MS Paint. Po. Pastaj fillum duke u specializu duke bërë dhe video, e më thash. Edhe tashi për ta interpretu pak politikisht, sepse aty na rref qekani gjithmonë. Ajo periudhë ka qenë periudha ku nuk është se fliste kush në rrjetet sociale kundër qeverisë apo për politikë. Më thënë, të rinjve as nuk i intereson të fare dhe një mas dërmuese dhe sot jam i bindur që nuk i intereson fare dhe pse mund të ketë ndryshuar disi. Dhe aq më pak t'ju intereson të rrjetet sociale të flisin për politikë apo për probleme sociale apo për të bëjnë një lloj aktivizmi. Ka qenë një faqe Stop Ignorancës ku që e ndiqnim unë dhe një shok i imi dhe një grup i madh personash, që ajo fliste kundër Sali Berishës, bëhet fjalë 2012 dhe ti e ke parasysh si ishte në 2012 kundër Sali Berishës, kishte ndodhur 21 janari, 1001 zezat. Edhe mbaj mend që ajo faqe arriti edhe 50.000 ndjekës, organizuan edhe një si tip proteste të vogël, pra ishin fillimet, e kupton? Edhe kështu kriju dhe Lolita dhe pastaj kishte një farë djerrine, sepse duhet ta kuptojmë që pas 2013-s, pasi ndodhi ajo protesta armëve kimike, ti e ke bë bisedë edhe me Andin, që të ka thënë që kam qenë një ndër personat organizator, po pjesëmarrës. Pas asaj proteste popullore nuk është se kishte një lëvizje të vërtet popullore online kundër qeverisë, sepse perceptimi ishte që ikën këta të vjetrit, le t'i japim një shans këtyre të rive, nuk është se mezi pristin njerëzit që të rrëzohet Rama dhe të kthehet Berisha, sepse kujtimet ishin freskëta, kupton? Mbaj mend që atëherë ndodhen ca protesta tek Parku i Liçenit, ndodhen ca protesta studentore, atëherë pati fillu dhe organizata politike me atë lëvizjen për universitetin, mos gabojnë 2015-ën. Edhe politika tenton të t'i përdorte, por ata i thonin ik, largo, nëse i ke pa ato videot e atyre viteve. Dhe ky ishte konteksti ku ne u futëm, dhe fillum t'i japim një karakter pak politik çështjes, dhe ndërsa sot kjo është shumë e përhapur, nuk është Lolita vetëm një faqe që flet për politikë. Ke sa duash madje sot, mund të themi se ndër memet... Po kush janë sot? Në atë lloj niveli që mbijetojnë, që i qëndrojnë ballës tuhis, domethënë kush janë? Po është jeta është shef, Bryli është shkatruar. është Bryli, është Lolita, janë ça. S'është, jo, Bryli s'është më. E kam fjalën që flet për politikë, pastaj qëndrimin e tyre din vetë ata, kupton, po kam fjalën që flet për politikë. Janë edhe ca faqe të vogla të tjera që Satirik man, nuk e di tamam ti citoj tash, por edhe ka rrit deri në atë mas, saqë memet më të famshme ndonjëherë dalin nga politika. Për shembull memet që u bën atëherë me Lul Bashën, që unë s'kam marrë pjesë shumë, por që janë bërë jashtëzakonisht shumë. Edi Rama që bëhet me vetdije memet për politikanët janë i shohin thuajse gjithë dalin edhe në televizor tani. Kam pa edhe emisione televizive që i kushtojnë një farë programacioni videove që sharake apo fotove që dalin nga interneti. Pra, interneti reagon ndaj realitetit, ndaj lajmeve, ndaj medjave dhe prodhon material cilin politika konsumon. Pra, jemi një raport tjetër që jo vetëm politika flet dhe ne dëgjojmë, po edhe ne i flasim asaj në një farë mënyrë dhe ata detyrohen të konformohen disi me botën tonë. Tash po zgjatem, të më falësh, po Jo, s'ka gjë, se e kthejmë aty prapë, se unë pra ishte pak të gjeneza, domethënë i keni qenë një grup domethënë ka qenë një gocë tjetër, the. Ka qenë një gocë tjetër, kam qenë unë, në fillim kemi qenë 3 persona, 2 goca dhe një çun. Pastaj jemi bërë një grup ku diun 7 apo 8 sa kemi qenë, dhe janë shumë që kanë hyrë, kanë dalë numër shumë i madh personash, po diçka e fundit që desha. Po si keni krijuar? Domethënë në fillim, domethënë se e ke parasysh është ajo fara, kush e ka mbjell në fillim? Si u vajti mendja valla? Se si mund të qef edhe dëshirë, domethënë të ketë të përzihesh apo se ku dëgjon të qeshësh online, kemi të gjithë, po është do dhe një farë lloj iniciative të mëtejshme, domethënë të hapësh një faqe, mbas andaj
më shumë akoma për të hapur një grup i cili kërkon një rregullore, një gjë, një tjetër. Jo, grupi ka lënë shumë vonë. Grupi është i 2018, ose mos gaboj, dhe grupi ka qenë ideja ime, në kuptimin që nëse të kujtohet, ka qenë e vetë DNSH-ja, vetë na ingegu, po ka qenë edhe një faqe tjetër, një website që quhej e harrova dhe emrin tash. The Meme Base apo The Meme Database. The Meme Base. The Meme Base më duket. Ku njerëzit hidhnin gjithë meme aty dhe ata i bënin rating. Domethënë userat vetë bënin rating, cilat do të vlerësohet më shumë apo më pak, dhe njerëzit futeshin aty dhe shikonin memet e veta. Dhe ideja e grupit është kështu, që mos të bëj unë meme dhe njerëzit i shohin, po njerëzit bëjnë meme vetë dhe ato të dalin ke faqe, tjetë kështu si, s'po them demokratike, po njerëzit përfshije, në kupton? Kjo është ideja e grupit. Ndërsa ideja e faqes nuk e di që të them, domethënë është thjesht ndoshta fiksimi i njerëzve për të folur, që të bëjnë një status për këtë çështje. Është një lloj si thosh pse ke hap tip podcast, thjesht ke dëshirë të shprehesh, ke dëshirë të thuash diçka dhe ke dëshirë ta thuash me mjetet e tua, në mënyrën tënde. Jo, në rregull, po ideja për te podcastit ose space-ave, domethënë se do rrim dhe atje ideja është kur jemi shumë veta, kupton, është normalisht kërkon një farë lloj koordinimi, një lloj dakordësie, domethënë, si ka qenë se unë jam i bindur që nuk keni qenë me rregullore me të gjitha gjërat që në fillim, po me kalimin e kohës është krijuar apo jo? S'është kemi pas koordinim, ne kemi qenë grup shoqëror dhe më shumë jemi njohur online se sa në jetën e përditshme dhe kemi funksionuar në një mënyrë të tillë që secili respekton të njëri tjetrin dhe ka qenë edhe koha atëherë që njerëzit merreshin me faqe. Tani nuk është shumë, po atëherë ka qenë koha që njerëzit merrnin pseudonime dhe bënin postime nëpër faqe, kupton? Edhe njerëzit kishin dëshirë edhe të bëshin pjesë e faqeve, të bëshin pjesë e lolitës, secili rrinte me pseudonimin e vet, fliste secili mendjet vet. Nuk është të censuronim njëri tjetrin apo kishim rregulla. Domethënë rregullat ishin që mos të ketë ofendime, mos të ketë poshtërim të njerëzve të thjeshtë, mos të ketë egzagjerime, kupton, gjëra të tilla, por që ti përcaktosh tematikën tjetrit apo që jo, s'kemi pas. Jo, ashtu jo, normalisht, se të kryetaria direkte pastaj, po grupi the ishte më vonë. Grupi është në 2018. Edhe një përsëritje të vogël, cila ishte arsyeja kryesore që për grupin? Ishte një vetëm ajo për të bërë një farë rating dhe një farë lloj debati të bërë. Arsyeja e grupit ishte që filluan të vdesin disi faqet e Facebookut, edhe filloi edhe Facebooku vetë të vdes disi, dhe njerëzit filluan të postohen nëpër këto grupe të mbyllura apo grupet sekrete, dhe aty kishte më shumë aktivitet, themi të vërtetën, se që mund kishte në comment sectionin e një faqe, e kupton? Njerëzit kishin nevojë të flisnin në një grup mbyllur, ndjen disi më të lirë, apo ku diun se çfarë, Facebooku na dha si opsion. Edhe kjo puna e fotove, njerëzit ikën në Instagram për të pa foto, nuk rrinte kush në Facebook, dhe ishte plus ideja ishte për të imituar ato i çik, ato faqet e huaja, të cilat jepnin hapësirë userave për të nxjerrë meme. Edhe ti e shikon vetë se te grupi njerëzit i bëjnë meme, unë i marr aty i plas në Instagram, nuk është se bëj shumë meme vetë apo rri gjithë ditën duke bërë meme. I shoh cilat janë më të bukura, cilat janë më të pëlqyerat. Edhe njerëzit ndjen mirë, besoj, sepse kanë një hapësirë ku mund të thonë ç'të duan. Domethënë brenda disa limiteve, po arrin të flasin me njerëz të tjerë. Është komunitet, le të themi, jo i vogël. Tek mbi 26.000 pjesëtarë në grup. Instagrami është goxha më i madh nga ana e ndjekëse. Po Instagrami është 130.000 mos gaboj, se tani po i harroj edhe shifrat vet. Po with great power comes great responsibility. Ndjeni këtë presion? Po, me të thënë drejtën, do më thënë shumë herë kam ndjerë si kur Lolita është më e madhe se që unë mund të perceptoj. Ndonjëherë kam ndjerë si kur është më e vogël dhe pa rëndësishme se që unë kam menduar. Do më thënë, ndonjëherë e shoh se ka njerëz që e marrin njerëz zakonisht seriozisht
edhe fillojnë indinjohen apo fillojnë të flasin pse ke bë këtë status, pse ke bë këtë meme. Ka qenë një periudhë ku duhet mateshim shumë. Anekdota në një dy raste. Ne kemi dy raste me këto pse ke bë këtë meme. Po ka qenë një periudhë ku duhet mateshim shumë, sidomos ka qenë ajo periudha para zgjedhjeve 2021-shit, ku kishte edhe një klim shumë toksike politike, edhe nëse ti do bëj një meme kundër opozitës, thonin jo po pse ti po e sulmon opozitën, shiko se po i bën shërbime Tiranës. Edhe duhet mendoheshim dy herë, kupton se erdhi puna që u bën një faqe memesh sikur ka një lloj linje editoriale, si më qenë media, që nëse ti mban një qendrim caktuar, ofendohet një grup i madh njerëzish. Dhe kjo ishte pak shtypse, pak, si më thon, që mori faqja një rëndësi që nuk do duhet ta kishte. Ndërsa në raste tjera kam parë që nuk është se ka aq rëndësi të madhe, sepse tek e fundit është një faqe interneti, ne njerëzit nuk është se na marrin shumë seriozisht. Apo dali emri im nesër, apo po të më sulmoj mua dikush nesër, nuk është se njerëzit do e marrin seriozisht atë sulm dhe do dalin kundër meje pse ke bë ti meme, apo e kupton, është jeta virtuale ku njerëzit futen sa për të larguar pak streset, sigurisht edhe informohen aty, por nuk është se kemi një rol parësor siç mund ta ketë media apo siç mund ta kenë organizata të caktuara. Shiko, kjo ha debat për shembull, kupton? Se një grup aq shumë i konsoliduar kur arrin të përmendet dhe nga një kryetar bashkie, që le të themi nuk është bashkia më e vogël, por është bashkia e vetme që ka rëndësi, le të themi në të gjithë Shqipërinë. Edhe sulmohet në mënyrë të drejtë për drejtë, pastaj mbrohet nga individ të ndryshëm, madje me sa jam unë dieni edhe nga internacional, nga jo shqiptar. Nëse jam gabim. Po nga Ricardo Gutierrez që është ka një farë lloj potenciali, ka një farë lloj, le të themi, peshe në shtyt e publikut, përderisa ata të përmendin, domethënë që ti je rrezikshëm mjaftueshëm që ja vlen që të vën emrin në gojën e tyre. Po peshën, po shiko, mënyra si kam përjetuar unë ka qenë me val, domethënë me ulje ngritje. Për shembull, peshën e faqes unë kam ndier kur është bë protesta studentëve, që filluam të flisnim për njerëzit që ishin infiltruar tek protesta, edhe po e sabotojnë atë nga brenda, këto fascistat apo këto të forumeve tjera rinore partijake. Dhe aty e pam madje live, ishte në televizor, ishte Edi Rama në Top Show me atë Alban Dudushin, dhe po bënin një emision ku po bënin dialog me studentët, ose pseudo dialog, më kupton? Edhe njerëzit filluan të identifikojnë live kush ishin ata studentë dhe thonin, shiko, ky është 35 vjeç, punon në bashkinë e ku diun ku punonte, në Librazh, nuk është student. Çfarë dialogu po bën ky, këta janë gjithë partisë. Edhe ne filluam të hedhim një pas një në story dhe arriti puna deri aty sa filluan të thonë ata që ishin në studio që mua po më sulmojnë në rrjetet sociale, po nuk është e vërtetë që nuk jam student. Edhe Rama filloi t'ju thoshte atyre mos u justifikoni, pse thoni ju nuk jam student, është një lloj si thamon nuk jam trafikant dhe bënte gjeste kështu para kamerës. Pra në atë moment ti e shef që ke një farë impakti, e kupton? Edhe nuk është ai momenti i vetëm, për shembull kur janë bërë protesta të ndryshme kundër përdhunimit, kur janë bërë protesta, nuk e di, protesta ajo që u bën Mirdit për me heqat flamurin turk. Në raste të ndryshme kemi parë që ato që shprehim apo mendimet tona apo qëndrimet tona edhe reflektohen në shoqëri, edhe ndoshta edhe politika i merr përbazë. Tani nuk po them se i merr 100% përbazë apo ne po influencojmë opinionin publik, por ti e shikon që ka momente të caktuara që edhe kultura memeve apo kultura e debatit në rrjetet sociale arrin ta çaj rrethimin, arrin edhe të influencoj deri diku aq sa ka mundësi edhe politikën. Ka pasur incidente të tjera të mëparshme për shkak si ky rasti i fundit që normalisht shumica që më ndjekin mua normalisht që do ndjekin edhe Lulitën edhe janë në dieni sepse u bë edhe e madhe. Ka pasur të herë të tjera, domethënë kështu shantazhe ose kërcënime. Ka pas kërcënime, në mbaj mend
që në fillimet e faqes, në fillim ishte unë pa ta nxjerr një meme me këtë Xhelal Mziun duke i rada ulles, edhe po ta bën një tekst që ishte ofendues, të them drejtën, po ta lexoj sot ishte pak i rand. Por edhe kisha i fart drejtë se Xhelali ishte me daulla dhe kishte një kartmonedh të ngjit me keballi, ja kupton? A një kryebashkiak që dali ashtu si me qenë nuk e di, si me qenë këngëtar të lavaj është pak problematike. Edhe na po t'i shkruaj dikush që si guxoni ju, do t'ju gjej, do t'ju vrasë kështu. Po, domethënë kur ishim super të vegjël, diku 1000 fanca, kërcnonin dhe shanin. Kur filluam bëheshim të mëdhej, 10.000, 50.000, fillonin nuk është se të kërcnonin, po përpiqeshin që të hynin me muhabet, apo të njihnin ty, apo të merrnin nga ana e vet, e kupton? Edhe kur bëheshim super të mëdhej, 100.000 apo kujdisë sa, atëherë fillonte ose censura për të mbyllur faqen me këtë Akromaksin e famshëm dhe mjetet e tjera online që i përdor akoma Arion Veliaj, ose ndonjë tentativë për të përdorur që të dërgojnë informacione falso, ose përpiqen të influencojnë që shiko se ti ke gabim që mbështet këtë, sulmoje këtë, kupton? Kështu që çdo fazë ka ato. Si është kjo puna e Akromaksit që thuat ti përdor Veliaj? Akromaksi është një metodë, por ka edhe metoda të tjera. Për shembull, metoda e Akromaksit ka qenë e tillë që në mënyrë selektive godiste faqen tonë. Për shembull, ne bënim meme atëherë me video. Merrnim videot nga klani, nga Top Channel, nga gjitha mediat. Edhe i modifikonim edhe i bënim meme. Mirë po, Akromaksi është ajo që menaxhon të drejtat e autorit për gjitha këto televizione. Dhe nëse ata duan të godasin, ta fshin një video në mënyrë të menjëhershme dhe të thonë që ke shkel drejtat e autorit. Edhe nëse të fshin 5-10, t'i bën ato strikes edhe të mbyllet faqja. Dhe këtë bënin vetëm për disa, për shembull, nëse dikush ishte bënte meme për qeverisë, nuk e godisnin, dikë tjetër e godisnin. Kjo është një ndër mënyrat, sepse ka edhe mënyra tjera të bëjnë shadow ban për shembull, ose të bëjnë report në mënyrë masive, ose vinë të bëjnë troll, domethënë vinë nga 10, 20, 100 komente në një postim të caktuar që dallohet që janë komente nga profile falso. Edhe ka shumë mënyra për ta mbyllur një faqe online ose për ta censuruar, për t'ia ulë aktivitetin. Domethënë aktiviteti që ne kemi sot nuk është njësoj me aktivitetin që kemi pas dikur. Edhe faqja jonë është mbyllur një 4-5 herë. Kemi ardhur deri këtu, domethënë shkonim 100.000 fanca, mbyllej, shkonim prap 50.000, mbyllej. Tani kemi gjetë pak karar, por nuk është se jemi profesionistë që dim ta mbrojmë një faqe, nuk është se jemi, si ta them, nuk është se jemi një brand. Në qoftë se është mbyllur kaq shumë herë, domethënë si ka mundësi që nuk ka vajtur mendja akoma për një strategji mbrojtje. Këtë se unë nuk e kisha atë informacion që nga mbyllur disa herë. Po është mbyllur disa herë, tani strategjinë domethënë jemi mësuar me kohën na ka mësuar që t'i japim copyright videove të caktuara, mos përdorim videon e Top Channelit, unë s'bëj kurrë me videot e Top Channelit, mos të përdorim materiale që mund t'i kap copyrighti. Ne kemi gjetë mënyra për të mbrojtur disi, por gjithsesi sulmet vazhdojnë. Nuk e di. Një pyetje kam, këto materiale të mediave këto janë na duaj në një mik si Andi apo Aliza na shpjegonin këtë pjesën, po më duket se këto informacione që dalin nga media, që japin lajme e gjëra kështu janë të përdorshme. Informacionet po nëse ti pret një video dhe nëse ti thua për shembull edhe e komenton, ti do të bësh një status, pret një video nga një emision televiziv apo nga një edicion lajmesh, direkt ajo video raportohet dhe ta fshin, ose më saktë na e fshinin, se tani nuk është se nuk i nxjerrim fare ose i nxjerrim dhe themi është pronë intelektuale Top Channel e diçka e tillë. Jemi munduar ta zgjidhim edhe të mbijetojmë, kupton? Po në qoftë se për shembull me këto që bëjnë reviews online, për shembull ose që flasin për tema të caktuara si për Netflix, si për TV show të ndryshëm, domethënë gjithmonë e vën atë review. Që kjo është një review edhe lejohen ta përdorin materialin domethënë një masë të madhe, edhe në mënyrë të përsëritur.
Nuk vlen njëta gjë domethënë për këto gjë? Do duhet vlente, po ideja është që Akromaksi ka më shumë eksperiencë, ka më shumë ekspertizë edhe në rastet kur ne kemi kontestuar fshirjen e videove, prapë se prapë Facebook nuk e ka marrë parasysh, e kupton? Edhe Instagrami po ashtu, deri një farë pike që ne thjesht u dorëzuam dhe nuk është se nxjerrim fare video nga asnjë lloj televizioni, nxjerrim vetëm një imazh, një foto, nëse bëhet ndonjë meme dhe imazhin ata nuk e fshin dot. Edhe kaq. Po ka qenë një periudhë që na fshinin edhe fotot. Për shembull, mbaj mend, kemi nxjerr një meme me Rion Velien që ishte në autobus me disa persona që dukej se nuk ishin udhëtues të zakonshëm të autobusit, se ishin gjithë veshur mirë, ishin me uniforma apo të buzëqeshur, kupton, duke që ishte staged. Edhe kishin bë meme atë. Edhe na e fshin sepse thanë është pronë intelektuale e Rion Velierit. Të fshin meme, por ajo rrezikon të mbyll dhe faqen. E njëjta me një Luana Vjollcë. Po Rion Veli është person publik. Po pra po. Me sa duket, nuk e merr kush parasysh. Dhe kemi bë apelimet të tipit që kjo është një meme, nuk ka përfitim monetar, është thjesht për dhënë një mendim, apo nuk i mbaj mend mirë tani se si ishin opsionet, por me sa duket Akromaksi ka influencë më të madhe. E kuptoj, po mirë, gjithë ky komuniteti i madh që është ngritur me Lolitën, domethënë ndër vite si në faqe grupe etj, nuk ka pas kanë dalë njëri që punon te Meta. Ta pyesni, ti japi ca tipsa, domethënë thoj se si qysh tek. Po ta thash pra, ne kemi mbijetuar disi fakti që jemi në Instagram edhe në Facebook, domethënë që kemi mbijetuar edhe jemi përshtatur, se kemi patur mundësi. Për shembull, video ti hedh tek Lolita Videos, edhe të mbyllet ajo, po mos mbyllet faqja kryesore. Plus kemi dy faqe, një që u mbyll dhe u rihap. A kupton? Domethënë kemi mbijetuar disi, po prapë se prapë është vështirë, sepse edhe nëse ti e zgjidh problemin e copyrightit, të bëjnë reporte për shembull faqja jon del Shadowban, shumë njerëz as nuk ju del në search. Del problemi që Lolita është një fjalë e cila përdoret në kod nga këta që janë abuzues të fëmijëve, edhe për këtë arsye është e fshehur sepse thonë t'japin një paralajmërim kundër abuzimit të fëmijëve. Kështu që ne probleme kemi gjithmonë, por jemi munduar të mbijetojmë dhe ekzistojmë akoma. Unë jam vërshë edhe nuk e di me është ngritur akoma që në kohën e Covid kur kemi diskutuar ato masat edhe gjëra, kemi një vështim kritik domethënë dhe që atëherë nuk e di se si është ashtu se kam kohë pa marr feedback, po që kur e kërkon në YouTube nuk dilte domethënë. Thjesht nuk dilte edhe pse. Kush nuk dilte Buçi? Po pse? Pse flisje kundër vaksinës? Jo mos që nuk flisëm s'kan folur asnjëherë as kundër as pro. Nuk thjesht kam bërë pyetje domethënë që kuptoj. Ka qenë shumë teme ndezur atëherë, kupton, dhe ka qenë problematike, kam përshtypjen. Me se di. Jemi bosi Altin Goxhaj që hap profile, mbyll profile. Unë nuk e di domethënë se kam këto kohë të fundit mbase ka ndryshuar një çik domethënë, por që nuk ma hamënja se e ka marrë veten akoma në search. Më shumë i del, për shembull, njerëzit që e kërkojnë gjithmonë nuk i del në YouTube i parë, edhe në Google i dalin Spotify, i dalin LinkedIn, për shembull, dhe pastaj i del YouTube, që për mua është zakonisht shumë e çuditshme se normalisht YouTube e ka lidhjen direkte me Google-in, kështu që duhet dilte e para. I përmendën pak më përpara domethënë që s'ka interesa monetare. Si ja dilni, domethënë në rast se ju s'keni asnjë të ardhur, domethënë asnjë lloj përfitimi, apo keni vërtet ato gjoba, vërtet. Po ne nuk është se punojmë me kod plot te Lolita, nuk është se unë rri 8 orë aty para kompjuterit ose para telefonit ose do hedh meme, apo është një aktivitet dytësor për mua, mund merrem 1 orë, 2 orë në ditë, apo mund merrem edhe më shumë nga 5 minuta gjatë ditës, por nuk është se shikoj si burimin tim kryesor të ardhurave dhe ta vaj jetën time nga Lolita. Tek për mua është një faqe në internet, kupton? Kam punët e mia, kam jetën time. Por të ardhurat ose një farë ndihme mund na vijë vetëm nga ndonjë reklam. Ti ke pa në story që del ndonjë reklam her pas here. Dhe ato janë e vetmja mënyrë që ti mund bësh marketing dhe mund përdorësh faqen
nuk janë akoma të rregulluara, domethënë më mirë do ishte të kishim një website edhe të jetë gjithçka e rregulluar, është pak si Wild West akoma. Edhe plus problemi i Lolitës është që për shkak ndryshe nga jeta është qef, nuk është një website, një biznes që të jetë i regjistruar me NIP, të paguajë taksa gjithë të tjera. Edhe problemi i anonimatit është i tillë që ti nuk del dot si portal apo si media zyrtare dhe kjo të let ty në limbo, as në qiell as në tokë, e kupton? Dhe të let lirin për të vepruar nga një krah, po nga krahu tjetër nuk të lejon të ta zgjerosh edhe të shndërrohesh në diçka tjetër. Plus, nëse do shndërroj në diçka tjetër, unë nuk e di nëse do kisha kapacitetin për të mbajt një portal apo për të bërë gazetar një portali apo nuk e di. Nuk mendoj se gjithmonë ka nevojë të jesh gazetar. Jo, nevojë nuk ka, sepse shumica nuk janë gazetarë nëpër portale, po ideja për ta mbajt një portal ka shumë më shumë impenjim se që mund të ketë një faqe interneti ku ti poston kur të kesh dëshirë ti. Jo, mirë, po juve xha jeni sa veta jeni, sa thjesht. Po jemi një grup personash, nuk janë gjithë të impenjuar në të njëjtën kohë, po në momente të caktuara futet një del tjetër, plus ka njerëz që kanë ndejt me vite, janë larguar, kanë kriju familje. është histori vete. E kuptoj. Jo, shiko, ideja është se sidomos në këtë eksperiencën time intensive, do të kam ndjekur gjithë kohës, por normalisht nga që unë jam futur prapë në Facebook që kur kam bërë podcast, e kupton, aty më shkëlqyer prapë interesi për Facebookun, për të Ke humbur podcastin the apo ke hapur? Kur e kam hapur podcastin, atëherë jam rikthyer Facebookut përsëri. Platforma ime e preferuar edhe për veten time, domethënë për të harxuar kohë është Instagrami. Edhe mamën që do mbesi Instagrami dhe për një kohë shumë gjatë. Edhe e para fare që mos ta harroj, domethënë që Lolita bën reklama, edhe kushdo që është interesuar mund të shkojë Lolita, ku mund të shkojë në Instagram apo në Facebook. Ku të kenë dëshirë ne jemi të disponueshëm. Domethënë ku të keni dëshirë, gjithë secili që ka interesa për reklama të çfarë do lloji, ofertat më anë janë të larmishme, apo jo, mund të bëhen dhe të personifikuar. Po kush ke dëshirë, ne nuk është se kemi tarifa apo ku diun se çfarë. Thjesht nëse dikush do të reklamojë një biznes, mund të flas me ne dhe mund ta bëjmë. Pastaj un kam reklamuar edhe biznese pa lek, se nuk është se po shpenzoj diçka, kupton, po thjesht ideja për ta shfrytzuar një faqe dhe për ta përdorur në një mënyrë të mirë, edhe për të dhënë një ndihmë, sepse fakti që rezistojmë akoma pas shumë vitesh, nuk është se nuk ka kosta, kupton, nuk është se është e lehtë apo nuk është se ka dhe atë peshën e vet edhe të lodh psikologjikisht. Kështu që nëse ti e ndihmon veten në një mënyrë të ndershme që s'po i bën keq askujt, thjesht po reklamon një biznes që mund të jetë Made in Albania apo mund të jetë çfarë do lloj gjëje, ku diun djath apo këpucë. A ka Lolita një account ose një llogari donacionesh? Jo, nuk ka akoma, por mund të them këtë që mund të ketë në të ardhmen. Domethënë është një plan, nuk e di nëse do realizohet, nëse realizohet do e bëjmë publik patjetër. Shumë mirë, normalisht. Gjithë deri atëherë do ta zhurnohen gjithë, ta ndjekin edhe në Instagram edhe në Facebook etj, edhe të jeni gati kur të hapet edhe të jepni atë donacionin tuaj, atë falënderimin tuaj etj. Është e vështirë, ka një kosto, ka një lodhje psikologjike. Si është në të vërtetë plakon? Nëse mund të thellohesh pak më shumë, domethënë, cilat kanë qenë ca nga episodet për shembull kur ti edhe mund të kesh qenë le të themi i dyzuar të vazhdosh apo jo, ose ka ndodhur diçka që vërtet nuk e di, të ka mërzitur, të ka trembur, të ka ngritur nerva. Po episode të tilla kanë qenë shumë, me thënë drejtën, edhe kanë qenë episode kur faqja mbyllet për shembull, kanë qenë episode kur njerëz sulmojnë online, kanë qenë episode kur njerëzit në komente apo në inbox thjesht t'japin gjuhë rrejtje apo kërcënime apo të flasin vetëm me negativitet, sepse do të marrësh parasysh që nëse dikush bën një status apo një postim, ka më shumë mundësi të marrë
komente me urrëtie se komente pozitive. Është më lehtë për njerëzit ta kundërshtojnë diçka në rrjete sociale, apo si ta them, është më lehtë që ti të flasësh kundër diçkaje në rrjete sociale se pro. Bëj provë për vete, nëse flet pozitivisht për diçka dhe nëse flet në mënyrë polemike apo në mënyrë negative për një person apo për një çështje të caktuar, cila do marrë më shumë vëmendje. Më shumë vëmendje merr konflikti, dhe duke qenë se merr më shumë vëmendje konflikti, atëherë krijohet një bubble, një flusk konfliktuale ku njerëzit konfliktohen me njëri tjetrin dhe ti merr vetëm energji negative, më kupton? Plus raste tjera kanë qenë për shembull kur dikush ka thënë ju lutem hiqeni këtë foto nëse e kam familjar timin, apo ju lutem hiqeni këtë meme, që ne e bëjmë, s'është se kemi problem, sepse njerëzit të thjesht janë të, për mendimin tim janë të respektueshëm dhe nuk duhet dalin, po ka politikan për shembull që thonë mos e nxjerrni këtë, ka biznesmen që thonë, për shembull kur ne bëm atë thirrjen për bojkot, sepse u bë një protest në Kukës, te trau i Kukësit, kundër vendosjes traut, kundër atij 5 euroshit, 10 euroshit, ke parasysh? Edhe bëm një thirrje publike, thamë bojkotojeni Shevqet Kastratin, domethënë nëse ai po ju merr një taks ekstra kot, aty ku s'ka qenë, dhe e thot Gjoja po e bëj për autostradën, atëherë ju thjesht mos e mbushni makinën tek tek pikat e tij të karburantit. Edhe filloi edhe aty një zhurmë, jo po pse bët ju këtë, ju jeni pro konkurrencës, ju e kupton? Dhe momente tilla ku akumulohet negativiteti të bëjnë ty të thuash, ore ç'm duhet mua, pse po merrem unë me këtë punë. Domethënë, kush ma ka dhënë mua përgjegjësinë apo kush ma ka lënë mua peshën të merrem me problemet, me hallet e njerëzve, kur ndonjëherë kur edhe vetë njerëzve nuk ju intereson ajo që po them, apo kur ajo që po them unë merr më shumë feedback negativ se pozitiv, pse po merrem unë me këtë punë, e kupton? Është shumë e lehtë që ta braktisësh, çosh punë të tua ose të merresh me trash, siç merren shumë njerëz, merren me Luizin edhe i fusin një mendje të lehtë. Por unë mendoj se neve që kemi një farë pavarësie, unë ti tjetri, mendoj se duhet flasim edhe për ata që nuk flasin dot. Domethënë është një rresht duket në Bibël që thot flit për ata që nuk kanë një zë për të folur. Se dikush që është në Shqipëri dhe ka një punë shteti nuk flet dot kundër Shqipërisë. Ne dimë se si është realiteti. Dikush që është 45 vjeç dhe ka 2 kalamaj nuk është se bën dot si rebel, e kupton? Ndërsa dikush si puna jote apo si puna ime mund të bëj një status, mund të bëj një podcast, mund të ketë një mendim që është nga jashtë edhe shikon pak nga në mënyrë më të ftohtë. Mund të jap një mendim që është pak më ndryshe nga ajo që është në treg aktualisht. Mund të ngrej dikë që meriton të ngrihet dhe të promovohet. Më kupton? Mund të jap një dorë dikujt dhe kjo është influenca pozitive. Domethënë ashtu siç ka gjëra negative dhe të rrezikshme dhe të poshtra interneti, ka edhe gjëra pozitive, se ti mund të bësh një postim për shembull ku dikush kërkon ndihmë për një fëmijë të smur. Edhe fakti që ti ndikon që të mblidhen para për atë familjen, pavarësisht nëse operacioni apo ndërhyrja shkon mirë apo keq, ajo familje mund ndihmohet disi, kjo të jep një ndjesi pozitive. Ose kur bëhet një protestë kundër përthunimit dhe dalin njerëzit me pankarta apo edhe me pankartat e tua tek protesta studentëve ne bënin meme, ata i stamponin dhe i nxjerrnin në protestë, kështu që mblidhet një farë energjie pozitive e njerëzve dhe kjo të karikon, a kupton? Po nuk është se të ushqen, nuk është se është aktiviteti yt kryesor, është thjesht një lloj aktivizmi online, nëse mund ta quaj kështu, dhe ka ato ulje ngritjet e veta. Një moment do ndihesh sikur je më i rëndësishëm se që je, një moment do ndihesh sikur je shumë më i pak i rëndësishëm dhe më i pavlerë, por më rëndësia është që të mbash në mendje një farë objektivi apo një farë ndërgjegje tënde. Domethënë të thuash nga çfarë po nisem unë, cila është e mira dhe e keqja për mua, që unë mos ta humbas vetveten e para, dhe e dyta çfarë dua unë të arrij, për çfarë po e bëj gjithë këtë. Domethënë dua të bëj një ndryshim, dua të bëj një progres, dua që shoqëria ime të ishte më normale, më europiane, dua që të bëhet një reformë, dua që të ndryshoj, mos të ketë abuzim, mos të shtypet i dopti, mos të rrifen ato plakat në rrugë, domethënë ta pyesësh veten se pse po e bëj, dhe nëse e jep një përgjigje
të mjaftueshme të mirë për ty që ti është në paqe me veten, atëherë vazhdon. Nëse ti mendon se është e kot pastaj, atëherë lë dhe braktis dhe nuk kam asnjë problem as me ata që e braktisin. Po kjo është pyetja më e dur atëherë, domethënë si e kupton njeriu është kot apo është plot, funksionon apo s'funksionon? Se për shembull mirë unë që me gishta numërohen dëgjuesit, po ju që jeni gjithë këto vite që mundoheni me ngritje, ulje etj, domethënë sa gjëra kanë ndryshuar, domethënë. Sa nga qëllimet tuaja personale të individëve që janë të përfshirë apo qoftë edhe në grup, domethënë edhe si grupim apo si faqe etj. Sa nga ato janë arritur? Shiko, them drejtën, shumë pak kanë ndryshuar. Domethënë krahasim me pritshmëritë e mia, Shqipëria 2023-shit krahasim me Shqipërinë e 2015-s apo 2013-s do duhet ishte shumë më ndryshe dhe shumë më përpara, kupton? Dhe nuk po flas detyrimisht që duhet kishte rënë qeveria, por duhet kishte kapur disa standarde, disa pika kyçe ku ne mos ktheheshim më pas. Edhe ndryshimet vërteta domethënë në krahasim me pritshmëritë e mia nuk është se ka patur, por nga ana tjetër nuk mund thuash se s'ka patur fare. Për shembull, të rinjt sot krahasim me kohën kur e kemi nisur ne janë shumë më të, si më thënë, më të ndërgjegjësuar, më të informuar për politikën, edhe kanë një mendim më shumë të vetin se sa të imponuar, sepse ka shumë njerëz në Shqipëri që mendojnë politikën e Edi Rama kundër Sali Berishës, a kupton? Nëse ti i thua jam i djathtë, ai mendon se ti je me Sali Berishën. Ka njerëz që kanë një ignorancë të frikshme lidhje me politikën në Shqipëri. Po vërtet e mendon ti të Petro se që më dukesh nuk e di mbasi jam unë ky ai negativi ose pesimisti, po vërtet mendon që shumë njerëz të rinj janë dinda që më duket sikur nuk ta din fare, më duket se një lloj falo zot, po një farë lloj ignorancë, një farë kështu reper, drog, jetë shtëpi. Jam dakord. Gucci, Prada. Jam dakord, po nga ana tjetër për shembull, po shohësh protestën e studentëve që u bën 2018-ën, nuk është se ishte e pritshme, erdhi si rrufën që të hapur, sepse thjesht ata ju rritën tarifat. Vajtë ndërpres Petra pak të lutem te kjo pjesa e kësaj, se edhe kjo mua më duket se është një lloj glorifikimi që ne vdesim të bëjmë çinga që skemi pasur protestat e tjera, dhe kjo protesta është bërë sikur është gjëja më e bukur që ka ndodhur pas asaj protestave të studentëve të dhjetorit, që për mendimin tim po ta marrësh nga ana racionale, ta analizosh nga një dhe ajo protest mut ishte. Për mendimin tim, gjithsesi, unë mund të jem edhe gabim në këtë rast. Shiko, për të gjithë ata që dëgjojnë do të sqarojmë diçka që e kam thënë unë nuk mund të them asnjë lloj gjë sepse unë s'isha atje. Kështu që normalisht ata që ishin atje kam ja thënë diçka më shumë, por nga sytë e mi që e shoh nga jashtë, tani sa i vendosur jeti kur ti e lë protestën direkt sapo kalon orari i mësimit dhe fillojnë ditët e pushimeve, atëherë largohen gjithë. Sa serioze është protesta? Po shiko, ajo ishte një protestë që zgjati goxha, domethënë mendoj se ka zgjatë më shumë se gjitha protestat e tjera, përjashto këto protesta partijake të Lulbashit që ishin në 2019. Dhe ka filluar në ditët e para të dhjetorit, domethënë 5 dhjetor, 6, 7, 8 ishte kulmi, sepse edhe përkonte me atë ditën e rinisë, domethënë me protesta studentore të 90-s. Edhe pastaj vazhdoi, pastaj erdhën pushimet sigurisht, domethënë nga data 8 deri në datën 24, mos harroj që ishte një periudhë shumë e gjatë ku studentët dilnin shesh, bojkotonin mësimin, dilnin rrugëve, bllokonin rrugët, kishin përballë një makineri shtetërore, kishin përballë kërcënime edhe të prindërve të tyre se do ja heqim nga puna, kishte propagandë, kishte edhe kryeministri vetë në fillim i quajti Ngelsa. Pastaj këta ja dhanë përgjigjen që ata të mjekësisë për shembull vendosnin bluzat e tyre tek Ministria e Arsimit dhe thonin Ngelsa që i kërkon Gjermania. Pastaj qeveria sikur e ndryshoi pak atë qendrim, sepse e pa që populli është në anën e studentëve, edhe filloi të thoshte hajdeni në dialog, kërkesat tuaja janë drejta, po vetëm ne mund t'ju plotësojmë ato, sepse kishte frikë që këta mund të krijojnë, mund të galvanizojnë një numër aq të madh popullatës, saqë të çojnë ujë tek opozita, kupton, dhe të rrëzojë qeveria fare. Kjo ishte frika e tyre, domethënë donin ti izolonin nga krahu tjetër politik.
edhe thonin ju jeni tanët, e kupton? Vetëm ne I zgjidhim hallet tuaja. Edhe u zgjidh sepse e para punës u hoq një ministre, e dyta punës u hoq tarifa, domethënë universiteti sot as nuk guxon më të ngrej tarifat. E treta u krijua edhe një klim që politikanët kanë frikë, nëse ti shikon ata studentët kur dalin ndonjëherë tani në protesta, maturantët apo për çfarë do lloj problemi të ketë, përgjigja nga ana e Ministrisë së Arsimit është e rrufeshme. Dhe për çdo kërkesë tyre, madje un kam dëgjuar që kanë filluar e bëjnë edhe testin e maturës shtetërore më të lehtë, që për mendimin tim është një gabim shumë I madh, sepse nuk ka asnjë arsye që ti ta bësh testin më të lehtë se ata dalin protesta, sepse po I dëmton vetë ata, por e kam fjalën që kanë kaq shumë frikë saqë ju binden atyre, sepse e dinë se këta janë komfort edhe nuk nënshtrohen, e kupton, është ai djali Aurel Kujtimi që ka të faqen studentët denoncojnë dhe ai ka marrë pjesë vazhdimisht në protesta, ka dalë edhe në kohën e Covidit atëherë kur u mbyllën universitetet, domethënë vazhdon, nuk është se shpërthen prap sepse nuk ju kanë dhënë arsye, por vazhdon një traditë e vogël e aktivizmit dhe unë e shoh që ata jo kanë frikën studentëve, nuk është se përballen me ta më në mënyrë kështu brutale apo ti ignorojnë totalisht. Pastaj jam mjafton sigurisht që nuk mjafton, sepse për mendimin tim studentët u lanë vetëm nga prindrit e vet. Se nëse dalin aty gjithë prindrit e studentëve në shesh, aty sheshi mbushet plot, kupton? Por studentët e bën vetëm. Ishte fatkeqësia më e madhe, ishte ishte turpi I gjithë shqiptarisë që nuk kishte mjaftuar, ishte I papërfillshëm numri I adultëve, adultë janë studentët, po I prindërve. Domethënë moshës së mesme ose të tretë, domethënë që bështesin ishte I papërfillshëm, pothuajse fare. Çfarë ishte në një nënë që sillen në një byrek, në një moltë, në një gjë kështu aty. Po jemi një lloj populli që mos e duan fëmijët tanë. Po unë mendoj se edhe Brezi vjetër ka pak këtë mentalitetin që mos dal unë se mund të kem pasoja. Domethënë janë pak a shumë pasojat e komunizmit, ku njeriu ka frikë nga shteti dhe nuk e ndjen shtetin si një entitet cilin ti e krijon, ti e jep legitimitetin me votën dhe me mbështetjen tënde, po e mendon si një farë organizate që ty të shtyp, edhe kundër cilës nuk duhet dalësh, sepse është një monster e madhe që ka shumë koka. Dhe ky mentalitet I brezit vjetër fatkeqësisht do vazhdojë, shpresoj që tek brezi I ri mos të jetë, por duhet parë se si evolon edhe ky brezi I ri, sepse brezi ynë pak a shumë, se unë jam pak më I madh se ti, po brezi ynë është pak më I pjekur, po këta të rinjt nuk e di se se si do performojnë, se a do qenë vëmendjen në vendin e duhur, apo do merren me TikTok-e, gjithsesi është në dorën e tyre, por nuk mendoj se vetëm rinia mund ta bëjë ndryshimin, mendoj se edhe mosha të mëdha sigurisht mund ta bëjë ndryshimin, po ata e bën të vetën. Për më tepër rinia ishte edhe në protestën e Klodian Rashës, ka qenë çuna nga 13-14 vjeç që I merrte policia për t'i arrestuar. Dhe nuk ka qenë pak, por kanë qenë 500 veta për një javë apo 10 ditë protestë sa ishte. Ajo është gjë e prekshme, po them për protesta që janë tani se është një çike vështirë për mua të përkufizoj për të edhe kërkojnë ndjes, po them për gjëra që janë pak më intelektuale, pra kupton se ajo ishte gabim, le të themi është shumë e thjeshtë ti jesh pro asaj çështje sepse është gabim, është bardhëzi që nuk bëhet ashtu. Kurse të dalësh në protestë të ndryshuar një ligj për të hequr një tarifa, por një gjë tjetër kërkon një lloj botkuptimi më të gjerë. Kërkon një lloj jo vetëm që jo u vraj apo ura apo abuzua, por kërkon edhe një botkuptim që dalë që cili përfiton nga këto lloj gjërat, ose çfarë përfitoj unë, ose si përfiton komuniteti edhe ngrihen çdo lloj gjëje. Normalisht nuk më mendoj se janë të njëjtët persona, sepse siç të ti, ato 13 vjeçarë që do vinë atje nuk kanë qenë në protestat e tjera për shkak. Shiko, protesta studentëve kishte një problem që nuk kishte organizim. Domethënë ata studentët I kanë ato organizatat e tyre, këshilla studentar, por sa për shkak të frikës, sa për shkak të dëshirës për të mos u identifikuar me një person I cili mund të kompromentohet apo mund të kërcënohet, ata nuk kishin një organizim të mirëfillt. Edhe kërkesat e tyre I kanë kompozuar në shesh, thonin t'ja lëm sheshit të vendos, e kupton? Edhe I nxorën ato 8 pikat, një ndër pikat ishte ndryshimi I ligjit të arsimit, që për mendimin tim ishte
shumë gjë e mirë dhe e duhur, por duke qenë se nuk kishin një këshill, nuk kishin një komision, një kryesi gjoje si duash, një asamble ku të vendosej dhe dilte dikush të lexonte një letër që këto janë kërkesat tona, atëherë ju la sheshit dhe qeveria disa nga ato kërkesa i plotësoi, disa nuk i plotësoi fare dhe përfundoi ashtu si përfundoi. Dhe problemi i organizimit ne kemi përmendur edhe në herë tjera, sepse i është lënë spontanitetit. Shumë shpesh është thënë të vendos sheshi, po sheshi mund të vendos në formën e turmës, në brohoritje, po sheshi nuk është se ka logjik, apo nuk është se ti mund të mbash fjalime me megafon. Turma s'ka logjik, turma Po pra, të merr. diskutimet ti duhet i bësh në tavolinë, ti shtrosh, të zgjedhësh disa të përfaqësuar, thuash ky është përfaqësuesi i fakultetit të arkitekturës dhe studentët e kanë deleguar me këto kërkesa dhe ne kemi këtë mendim, se kështu funksionon demokracia, me përfaqësim, nuk funksionon me turm, sepse ajo përfundon kakistokraci pastaj sundimi i turmave. Dhe turma nuk është se ka vullnet për të ecur përpara, por nuk është se ka për detyrë të shtrohet dhe të ofroj opinione, si me thënë, racionale. Plus ishte një problem i pedagogëve, se pedagogët i braktisën një masë të madhe studentët, përveç që ati Ervin Gocit, që vazhdon akoma dhe është aktivist edhe gazetar shumë cilësor për mendimin tim, edhe i angazhuar politikisht dhe më shumë nga ana, si më thënë, nga ana aktivizmit, se sa nga ana politikës vetvete, pa ishte një ndër të paktët, dhe nëse pedagogët do i kishin orientuar studentët, do i kishin mbështetur studentët, do i kishin dhënë kokë gjithë muhabetit, atëherë do ishim në një tjetër situatë. Por puna ishte se pedagogët kishin frikë, sepse ti e pe për shembull te ekonomiku, që ata dolën e denoncuan një pedagog që ky merr parë, ky ngacmon seksualisht vajzat, dhe hoqën nga puna, ka qenë ngritë edhe ideja e vettingut pedagogëve, që t'ju bëjnë vetting kush ka, po themi, Që mendoj që po pra, kush ka titull shkencor të pa verifikuar, apo kush ka plagjatura, apo kush merr para, apo kush është i pa dëshiruar nga studentët, i urryer nga studentët, largohet nga universiteti. Dhe kjo nuk u realizua kurrë, dhe pedagogët këtë e kishin frikë dhe nuk i dhanë kokë. Ndryshe nga vitet 90, ku në vitet 90 vërtet ishte Azem Hajdari dhe studentët e tjerë, po dolën edhe ca pedagogë, dolën edhe ca figura të rritura, të cilat i dhanë kokë muhabetit dhe thanë mos diskutojmë vetëm kushtet në mens dhe kushtet në konvikte, po të kërkojmë një ndryshim politik të vërtetë të Shqipërisë, që të ketë një parti politike, pluralizëm politik. Plus, u mendoj se u ngarkua protesta studentëve me një peshë që nuk, as ata nuk e prisnin që duhet ta kenë, se filluan t'ju japin përgjegjësinë që rrëzojnë Ramën ju, apo ndryshojnë ju gjithë sistemin politik në Shqipëri, nuk e bënin dot ata. Ata dolën për tarifat, dolën për konviktet, dolën për kushtet e tyre. Jo, pra ato nuk kishin fare për ato kishin fare prindrit që nuk u vajtën nga mbrapa dhe që i lanë fëmijët e tyre mes katër rrugëve, po edhe ma hamendja ajo lloj rinie është një rini i përket brezit të kushërirave të mia, domethënë që më të vogla se unë edhe le të themi është rritur pak me pak vështirësi, se unë vetëm kështu mund ta kuptoj këtë, domethënë që pse në momentin e parë që kishte diçka qefi për të bërë, siç janë pushimet, je gati të sabotosh ose të abandonosh mësimin, por jo pushimet. Ajo është. Po nëse mos të për studentët mund të flasim shumë gjatë, domethënë Jo, është problemi i kulturës protestës në Shqipëri, sepse këto e kam parë në vazhdimsi, domethënë ka ndodhur për Klodin Rashën që thjesht mblidheshin aty dhe o burra, hajde bëjmë rrëmuj. Pastaj ka ndodhur edhe protesta fundit civile, ka qenë kjo për çmimin e naftës, dhe aty filluan të sulmojnë Adriatik Lapaj dhe Miguel Qiragji që dilnin si figura që kishin një mikrofon aty, filluan të sulmojnë që të mos ketë leadership, mos ketë strukturë, mos ketë organizatë. Dhe kjo ju leverdis edhe partive politike, sepse partive politike nuk ju leverdis një lider që del nga populli apo nga sheshi. Nuk kupton se ai mund të galvanizojë shumë njerëz dhe shumë njerëz mund të thonë, po, ky që e kanë pa, ky është i ndershëm, ky është ndryshe nga ata të tjerë. Ata direkt duan të hedhin balë, të thonë ose është Sorosian, ose është në shërbim të Berishës, ose është ku diun, më i poshtër i Shqipërisë, sepse nuk duan ta lëshojnë se edhe ti je pjesë e një partie të madhe opozitës, është një farë privilegji, e kupton, vjen me privilegjet e veta dhe nuk duan ta lëshojnë primatin.
Si njeriu I dytë me. Po pra, kush nuk do që dal nga gara dhe të futet dikush tjetër t'i zej vendin. Kështu që ata investohen fuqishëm në këtë gjë dhe për t'ju rikthyer asaj pyetjes që bën ti që çka ka ndryshuar vërtet në Shqipëri. Dhe dikush mund ta shohë nga jashtë thotë s'ka ndryshuar asgjë, se në pushtet ishte Rama, në pushtet vazhdon të jetë Rama, por ndryshe nga më përpara ka një lëvizje bashk që del me cilën unë nuk jam plotësisht dakord, se unë veten time e shoh diku më shumë tek qendra e djathtë, tek qendra, por është edhe një smathurje, domethënë janë disa organizime konkrete me një parti, me një platformë, me një projekt, cilat mund të çojnë përpara ide që mund të më përfaqësojnë dhe mua. Tani a mjafton? Nuk e di, por duhet ta marrin përgjegjësinë ata. E kuptoj. Ka qëllime Lolita, domethënë afat shkurtra ose afat gjata për të ardhmen? Po qëllimi është të vazhdojmë kështu siç jemi, dhe mënyra si ne e shohim veten është një faqe që nuk ofron vetëm argëtim, por ofron edhe një lloj aktivizmi online, me aq mundësi sa ka. Ofron edhe një platformë për të mbështetur çdo që del po themi me një kauz apo për një protest apo për të shprehur një ide gjenuine dhe të vërtetë, dhe kemi bërë aq sa kemi pas mundësi me këto parti të reja që ti përmenda, ose me individ të ndryshëm. Ofron ose siç keni bërë me podcastin normalisht, duhet t'ju falenderoj për ato që në fillim me atë video, domethënë e di, e vëre, domethënë. Faleminderit ty, edhe mendoj se kjo e podcasteve ka shumë bukë, domethënë është një fushë e cila nuk është shfrytzuar mjaftueshëm dhe do shfrytëzohet më shumë në të ardhmen, sepse mund të ndodhë, tani nuk jam I sigurt që do ndodhë, po mund të ndodhë që njerëzit ta heqin vëmendjen nga këto emisione televizive të mbrëmjes dhe ta drejtojnë drejt podcasteve, drejt YouTube-it apo drejt Twitterit, ku flasin njerëz të ngjashëm me ata dhe flasin për çështje që I prekin ata në mënyrë të drejtë për drejtë. Kështu që ashtu siç mund të kenë qenë memet në 2015 apo 2018 apo di unë, ashtu mund të jetë sot podcasti si një hapësirë e lirë ku vjen kushdo dhe shpreh një mendim. Okej, nuk po them që vjen nga rruga dhe shpreh një mendim ordinar. Vjen dikush që nuk merr hapësirë në media dhe nuk censurohet në një farë mënyrë ose injorohet ose thjesht thonë ky nuk ja vlen, por vjen ai dhe ka një mendim të vlefshëm dhe e shpreh dhe ja shpreh njerëzve të ngjashëm me veten. Kështu që edhe kjo është një hapësirë demokracie për mendimin tim. Shpresoj, ai është qëllimi gjithmonë, domethënë ideja ime që nga fillimet deri tani ka ndryshuar shumë gjëra ka ndryshuar, edhe vazhdojnë janë çdo gjë fluide që vazhdon të ndryshon gjithkohës, duke munduar të përshtatesh dhe një çik me kërkesën, por një gjë që është një kuriozitet goxha I thellë, për shembull, është se grupi aty është jashtëzakonisht shumë natyrale, themi, në kuptimin që ka tresh, ka shit posting, kështu domethënë, ka këto tresh TV, Luizra, gjëra e tjerë. Ka është ajo me ajo pjesa e bardhë e Yin Yangut. Kush është I bardha? Yingu? Nuk e di tamam, po e di për çfarë po flas. Edhe është pjesa tjetër domethënë që të hidhen në fyt se po kritikove një personazh në përputhjen apo tjetër. Gjë për shembull që një gjë si podcastin, nëse nuk bëj ato që spesa si ne kemi bërë bashkë edhe që I kam planë me të tjerë, domethënë si hapësirë publike apo spesat e tjerë, është vështirë të krijosh një farë lloj debati. Shikoj, ja ta them unë diçka, mbaj mend pyetjen, ta them unë diçka në lidhje me këtë. Lolita ka filluar duke fol për gjërat më të rëndësishme të dynjas. Kupton, edhe sot e kësaj dite nuk është një faqe e analizës të thellë çështjeve sociopolitike. Kupton, e ka filluar duke fol edhe për trash, e ka filluar duke bërë meme, duke u tallë me njerëz, duke u tallë me fenomene, duke bërë dhe humor, po në anë të humorit kemi dashur dalim diku. Kupton, kemi përdor edhe si më thënë, dorën e majtë për të futur edhe dorën e djathtë. Kemi përdor edhe treshin për të futur edhe disa ide politike. Edhe mendoj se deri diku ja kemi dalë. Edhe mendoj se
Nëse do kishim bërë vetëm njërën, kuptimin nëse do kishim qenë në thojza të mërzitshëm duke bërë statuse gjata, duke analizuar problemet e shoqërisë, ndoshta s'do e kishim arritur këtë lloj vëmendje, dhe nga ana tjetër po të kishim qenë thjesht humor pa përmbajtje ose humor sipërfaqësor, edhe aty prapë s'do i kishim pas këtë impakt social, sepse askush s'është se do të merrin seriozisht, a kupton, ose nuk do e kaloj atë threshold, atë pragun për ta marrë veten seriozisht. Kështu që duhet gjetur një balancë, edhe mendoj se njerëzit duhen tërhequr ndonjëherë, por edhe duhen orientuar në mënyrë të tillë që mos trin peng i gjërave pa përmbajtje, edhe mos të shfrytëzohen për klikime vetëm për të promovuar ignorancë apo për të prodhuar, nuk e di, banalitete dhe parajgjykime të zakonshme, ku diun bestytni. Ideja është aty ku do ta dilja unë ishte që nëpërmjet këtij volatiliteti dhe larmishmërie, domethënë që ka grupi të gjitha, diku nuk e di fikse kur ti apo juve keni vendosur që të bëni space aq, me sa di unë ka qenë në Facebook. Po space-at ishin në Facebook, mos gaboj, koha e pandemisë apo pak më mbrapa. Nuk e di se si filloi si ide, po edhe ajo për shkak të rrymës se filluan njerëzit të organizonin këto rooms, kanë qenë Facebook rooms, por nuk funksionoi mirë. Dhe kaluam Twitter, dhe në Twitter, me thënë drejtë, nuk është se kemi ndonjë audiencë jashtëzakonisht të madhe, po me aq sa kemi bërë deri në këtë moment, unë jam i kënaqur sepse nuk e kam pritur që do ketë ka shumë dëshirë për të folur, ka shumë entuziazëm për të folur mirë apo keq, dhe e vere që njerëzit kanë dëshirë të flasin, pavarësisht nga niveli i tyre i shkollimit, apo pavarësisht nga përfshirja e tyre në përditshmëri, apo pavarësisht nga aktiviteti i tyre i përditshëm, kanë dëshirë të thonë diçka, kanë një ndrojtje në fillim, por duke se secili ka një mendim që do ta shprehë. Dhe nuk mendoj se jemi një popull ignorantësh apo një popull që prodhon vetëm ignorancë. Mendoj se, si më thënë, na kanë shtypur, na kanë ndrydhur për të mbyllur gojën. Dhe nëse i jep pak hapësirë shqiptarëve, shikon se si fillojnë të shpërthejnë në një mënyrë të jashtëzakonshme. Jo, nuk po them që jemi ignorantë, domethënë, apo jemi kështu ashtu, se çdo pyll ka dërat e vet, po ideja është se ndonjëherë, domethënë, ose jo ndonjëherë, po ç'është e vërteta, shpesh herë në ato space-at, domethënë, bëhen biseda që mua si individ më duken shumë të rëndësishme. Edhe unë normalisht, duke i qenë se kam nisur diçka që kam nisur vetë, gjëja e parë që më vete në mendje, domethënë, normalisht të ekskludojmë këto të fushatës dhe ato që kemi organizuar bashkë. Më vjen shumë gjunah, domethënë që ato nuk regjistrohen të pasyrohen dhe tek ajo pjesa e atyre 25 apo 26.000 të tjerëve që nuk ishin të pranishëm, ose 100 ca mijë të Instagramit, e kupton? Kur thënë që edhe ti që ke turp, apo që ke frikë, apo që s'ke kohë, apo që përton e tjera, apo që duket e mërzitshme, e ke edhe mundësinë që ti hedhësh një sy, thjesht ta provosh një herë të fushësh gishtin, mikroshësh kur mat ujin sa i ngrohtë është që ka njerëz që s'kan dëshirë, sepse unë kam bërë provë dhe ka pas shumë njerëz që më kanë thënë të lutem mos e regjistro sepse nuk dua të dal me zërin tim, apo mund të them gjëra të cilat nuk do i thoja dot nëse do ishte një space i regjistruar dhe me audiencë. Kështu që ndjen pak si ta them, si më të lirë, si një hapësirë ku ti mund të shfrysh dhe u alem hapësirën edhe për space-at regjistruar dhe për të pa regjistruar. Jo, nuk diskutohet, ajo është ashtu si e bëni në mënyrë perfekte, as unë nuk kam asnjë lloj, domethënë kritike apo çdo gjë. Ideja është thjesht kjo FOMO, domethënë, është kjo frika që ndonjëherë janë disa, për shembull, e vëren në çdo space, për shembull, ka gjithmonë minimumi një 5 minutë, 10 minutë për shembull që ti bësh thjesht kryevepër, domethënë, që mund të do ishte shumë i bukur edhe nëse do pritej aq sa ishte, domethënë, etj. Gjithsesi, sa funksionale mendon se janë space, domethënë që sa mendon se ka një të ardhme si? Mendoj se ka të ardhme sepse po lexoja që Elon Musk
po kishte tendencën që ti ta zgjeroj si sektor, që njerëzit shkojnë në space dhe ta konkurroj deri diku atë supremacinë e mediave. Dhe këtë mund ta shfrytëzojmë edhe ne, me aq sa kam parë unë, nuk është se ka ndonjë audiencë të hatashme deri në këtë moment, nuk e di se sa të mësuar janë shqiptarët me Twitterin. E me se shqiptarët nuk janë në Twitter. Nuk janë të mësuar dhe nuk është se ka një audiencë të hatashme, po për mendimin tim, space-at e regjistruar kanë vlerën e vet, sepse siç e the edhe ti mund t'i ekspozohen një audiencë më të madhe dhe unë mendoj se mund të përzgjedhim individ të caktuar, cilët shihet që ka një mendim të mirë strukturuar, ka një opinion për një çështje të caktuar, mund të flasin dhe t'ju jepet hapësira, pse jo? Dhe televizionet tona nuk është se nuk ta japin hapësirën, po jo të gjithë kanë dëshirën apo si më thënë mundësinë për të dalë në televizor dhe me thënë drejtën televizioni nuk i përmbush pritshmëritë e mia për të thënë ato që duhet thënë, për të vendosur gishtin në plag për problemet e shoqërisë apo për të folur hapur mbi disa gjëra që duhet flitet hapur. Kështu që mendoj se space-at kanë perspektivë. Nëse ata nuk janë as në tregun e të folit hapur. Po mendoj më shumë se space-at është thjesht ideja e podcastit, domethënë dikush me një mikrofon që flet me një shok të vetin, ose jo domosdoshmërisht me një shok të vetin, po me një personazh që mund të jetë edhe personazh publik, siç e bën Joe Rogan, por një person me cilin ti mund të identifikohesh, e kupton, një njerëz zakonshëm që merr mikrofonin dhe flet, dhe për mendimin tim kjo ka shumë buk, sepse edhe në Instagram mund të bëhet, edhe në YouTube kudo. Por s'di si ta them, është genuine, nuk është me skenar, nuk është e imponuar, nuk është e sforcuar, nuk është se ti po i flet tjetrit, se nëse dikush flet në televizion, po të flet ty, është njësoj si të mbaj ligjërat, e kupton? Nuk është se dikush nga televizioni ka mundësinë që të ndërveprojë me ato dhe t'i thotë po ke drejt, jo jam kundër teje, ta duar trokas apo ta kundërshtoj. Ndërsa në space ose në podcast ti je duke ndërvepruar me hostin apo me drejtuesin e podcastit, edhe ti mund të flasësh me ato. Dhe unë mendoj se kjo e jep forcën dhe kjo e jep vlerën. Ndryshe nga televizioni, nuk është një hapësirë ku ty t'jep mend dikush, por është një hapësirë më shumë e dialogut, se sa e monologut, dhe nuk është një podium i propagandës, ku del një burr edhe fillon edhe flet për Radheun, edhe flet me të mban fjalim, e kupton? Është më njerëzore. Në këtë njëjtë mënyrë e shoh dhe unë, dhe kësaj ishte edhe arsyeja pse atë idenë e fundit për të cilën ti më ndihmove në mënyrë direkte, domethënë që hapësira publike, dhe mendoj se është goxha një ide e mirë që është një tip off limits Wild West Aldo Morning Show, e kupton. E thënë drejt, por jo në mëngjes, por në darkë, ku njerëzit normalisht janë të ngarkuar edhe nga pesha e ditës, edhe që ku mund të vi çdo kush edhe mund të thoj çka do, normalisht do jenë 1, 2, 3, 4 që neve do i kemi aty, sepse janë pjesë e jona tashmë, etj, ose jam njerëz që i respektojmë, etj. Por e kam vënë re që kur juve e keni krijuar, domethënë se nga juve kam parë nga për të tjera që ka një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe kjo, se e di si është kjo ndonjëherë, sidomos ato që kanë qenë eksplicite shfryri, është si quhet ajo, rrëfimi te prifti. Po tamam. Rrëfen që kur vete që rrëfen mëkatet, domethënë edhe space e njëjta gjë, po nuk është se po është terapi grupi direkte, po thjesht është ajo, është si terapi grupi, domethënë është si një psikolog ku ti thjesht po lë problemet e tua që mund të çonin deri në kryerjen e një mëkati nesër pas nesër, edhe prandaj unë kam dëshirën shumë të madhe. Unë jam gjithmonë çik më i nxituar, se sa më thënë normalisht ti e di këtë goxha mirë që jam goxha i nxituar edhe për shumë gjëra, por ndonjëherë edhe jam goxha pesimist, më duket sikur nuk mjaftojnë njerëzit, më duket sikur nuk e bëj mjaftueshëm, që unë bëj një episod për shembull, ditën tjetër më duket sikur jetoj kot, më duket sikur pse s'bëra edhe një tjetër, ose pse s'bëra 2, pse s'bëra 3. Normalisht kalon afërsisht në burnout nga kjo, po që
Si mund të që të dali pyetja se po bëja kështu si mezzo ranting aty. Si mund ti ngjallim që njerëzit për pjesëmarrjen atë? Po nga përvoja ime njerëzit nuk është se të ndjekin ty. Domethënë njerëzit nuk vinë pas meje se Petro është i mrekullueshëm. Domethënë njerëzit vinë pas meje sepse unë flas për diçka që ju intereson atyre. Nëse në lajme ka dalë një skandal i jashtëzakonshëm lidhje me nuk e di, një krim që ka ndodhur, apo një konflikt i madh që ka ndodhur, apo po bëhet një debat në shoqëri, atëherë sigurisht që edhe njerëzit do jenë të interesuar për ta diskutuar mbi këtë temë, edhe në space apo në podcast apo kudo që të jetë. Domethënë ti duhet shkosh mbas shoqërisë dhe jo shoqëria mbas teje. Kjo është nga përvoja ime në lidhje me memet, lidhje me statuset, lidhje me faqen, lidhje me gjitha. Domethënë aktualiteti është ai që ta jep bukën. Pastaj se si duhet flasin njerëzit, se a është terapi grupi, unë mendoj që është, në një farë masë njerëzit kanë nevojë të flasin, njeriu është një qenie sociale që ka nevojë të shprehet, ka nevojë të flasë dhe të dëgjojë. E vetmja gjë që duhet të evitohet është ajo që kanë filluar të bëjnë mirërisht shumë media në Shqipëri, që përdorin konfliktin, e përdorin të kulturën e TikTokut, sharjes, e përdorin seksualitetin apo seksualizimin, apo nuk e di, këto ndjenja të forta, të cilat shesin, edhe njerëzit bëhen kurioz kush u zu me kë, çfarë i tha. Kjo mendoj se mund të evitohet. Por nuk kam e gjurë dorë fare nga, domethënë nuk i kam eksperjencat e mira. Në fakt në numra i kam eksperjencat më të mira, sepse ato që i kanë qenë, domethënë 2 apo 3 që kanë qenë në mënyrë direkte, kështu që ishin pak negative dhe që krijonin konflikt, kam hequr. Njërin nga ato e kam lënë. Ajo që kam lënë unë është për atë infermieren që u dhënonte atë në Kosovë për shembull, dhe ajo është nga videot në YouTube më të klikuara që ka. Nga përvoja ime në Space, domethënë debatet që kanë marrë më shumë vëmendje kanë qenë ato në lidhje me çështje të aktualitetit të cilat vlojnë, apo në lidhje me fushatën, me politikanë, apo me figura të reja, siç ka qenë Arlin Shomari apo Endri Shabani, për cilin njerëzit kanë një interes. Kështu që tek ajo duhet shkosh dhe të përpiqesh që mos të japësh mesazhin e gabuar, përpiqesh që mos të promovosh ignorancën, përpiqesh që mos të promovosh dhunën, mos ta nxisësh popullin drejt ndonjë konflikti fetar apo ndonjë konflikti veri jug apo ndonjë, domethënë, është shumë e vështirë, për shembull unë kam vurë te grupi. Grupi u shndërrua në një periudhë me muaj të tërë në debati krishterë kundër musliman. Dhe flitej aty për atë pjesë kam qenë aktiv te grupi, domethënë aktiv në ka qenë 2020 mos gaboj. Edhe ka qenë të mërshme për mua sepse nuk mbaronte, domethënë konflikti vetëm sa nxiste vetveten, dhe është si një, s'di si ta them, si ke parasysh ato bombat me fosfor që shpërthejnë dhe marrin nga oksigjeni akoma më shumë zjarr dhe vazhdojnë të shpërthejnë akoma më shumë. Është një cikël i mbyllur dhe për mua nuk ka asnjë lloj përfundimi pozitiv, se çfarë do ndodhi? Do ndodhi konflikt fetar, do zgjedhim kush është feja më e mirë dhe do ndjekim gjithë atë. Thjesht njerëzit do radikalizohen pozicionet e veta dhe asgjë nuk do zgjidhet, kështu që duhet me pas kujdes shumë nga këto kurthet apo nga ekstremizmat, por në përgjithësi mendoj se me pak kujdes, me pak censurë aty ku duhet, mund zhvillohet një ambient normal i debatit. Pastaj ne nuk është se kemi nevojë për zgjidhje të mëdha apo nuk është se kemi nevojë për shpikim rrotën. Ne na duhet një normalitet në Shqipëri, na duhet normalitet në jetën e përditshme, në debat, në media, kudo. Dhe nëse ne arrijmë ta fuzim këtë frymën e normalitetit, si më thënë thojza, ta europianizojmë pak vetveten, atëherë sigurisht që edhe ndryshimi do vi. Normalisht. Por ideja është duhet të jem edhe politikisht korrekt, duhet të mos them gjëra që nuk do doja t'i thoja ose që nuk kam në mendje. Shife, ndonjëherë o Petro bie, ndonjëherë edhe debatet e hapura, edhe temat e hapura janë si inka. E kupton?
e nisti me një platformë të gjerë, domethënë edhe por si një ink, bia avash dhe vete fikse një apo dy tema. Që rrotullohen çdo gjë rrotullohet atje domethënë. Po ta vësh re cilat janë këto. Kjo është një, kjo është e ti. Është feja. Është një. E dyta është politika. E treta është feminizmi dhe liberalizmi dhe e katërta është këto LGBT familja etj. Megjithëse këto mund të përfshihen dhe me të tjera bashkë. Edhe po ti vësh re çdo lloj aktualiteti domethënë, apo vërja ime çfarë duash, çfarë lloj të jetë tema, në qoftë se do kaloj një 2-3 orësh mirë që te Lolita, te specet e Lolitës nuk është se ndodhin rrallë, ndodhin goxha shpesh domethënë. Atje kanalizohen apo po kjo është nga mentaliteti apo nga formimi apo nga ideologjia e njerëzve. Për shembull, një shoku im ka një shprehje që i pëlqen ta përdorë, thotë nëse dorët ka ngel vetëm çekiçi, atëherë çdo gjë duket si gosht. Dhe nëse ti ke diçka në mendje që është zgjidhja për gjitha problemet e botës, sigurisht që do e përdorësh atë sistem mendor apo atë konstrukt mendor për të interpretuar çdo gjë në raport me atë që ti mendon. Për shembull, ka njerëz në Shqipëri që mendojnë se problemi ynë është se nuk jemi fetar sa duhet. Dhe çdo problem ndaq lidhje me fen, ndaq lidhje me politikën, ndaq lidhje me shoqërinë, ndaq lidhje me ekonominë, e diskutojnë vetëm nga ana fetare. A është mirë kjo nga ana fetare apo e keqe? Ka njerëz që mendojnë se nuk jemi konservator sa duhet dhe shajnë Sorosian çdo gjë apo shajnë si liberal çdo gjë apo lidhin çdo gjë me agjendën LGBT. Ka njerëz që mendojnë se nuk jemi aq liberal sa duhet dhe do duhet të ishim më shumë. Dhe e njohim një opinioniste të famshme që s'po e përmend, edhe ajo për çdo çështje sociale, ajo interpreton sipas ideologjisë vet dhe shkon këtu. Kështu që mendoj se mirë është të ketë mendime të ndryshme. Domethënë në çdo debat kesh një liberal, një konservator ose një fetar, një ateist ose një majt, një djathtë, një socialist, një kapitalist. Por ka në tjetër, unë për veten time, ashtu si unë e shoh veten, nuk është se kam një, domethënë edhe unë mund të kem konstrukte, jo mund të kem, por me siguri kam konstrukte mendore, por edhe ato që quhen harta mendore, por nuk është se kam një ideologji cilës jam dorëzuar përfundimisht dhe ajo ma jep shpjegimin, nuk është se jam socialist për shembull dhe normaliste, nuk e dele. Do ta vendosësh veten gjithmonë në pyetje, të kesh mendim kritik gjithmonë, duhet ta përdorësh atë metodën hegeliane të kritikës edhe të antitezës, dhe të përpiqesh të krijosh mendimet e tua. Por kjo është mënyra si e mendoj unë, nuk është se mund t'ja imponoj njerëzve dhe njerëzit nuk është se kanë shumë durim që të rinë të mendojnë anën e kundërt. Përse ka lidhje me kulturën e debatit që ti e përmendëm përpara, po edhe nga mënyra edhe të kultura e debatit dhe kjo, po ne shpesh herë ka vënë re unë. Kjo mund të ndodhi, dhe më them paraprakisht, mund të ndodhi edhe pse mbase unë jam çik më i butë, kështu si njeri, ose jam më lehti prekshëm apo ku dëgjon. Është për të tjerët për ta vendosur këtë. Po unë kam vënë që ne nuk kemi kufi o plak, e kupton. Ne nuk kemi kufi në debat, ne në përgjithësi, domethënë, si rasti i fundit me atë grupin tjetër, që prapë do ta përmendim bashkë, që se nuk dua të jap vëmendje që unë ta tregova aty edhe më thej që plaku ishte çdo gjë jashtë kontrolli, por edhe të tjera që s'kan qenë atë, po kanë qenë prapë në të njëjtën udhë, po me intensitet më të ulët, domethënë që nuk ka kufi, nuk janë debate për mësim. Edhe unë vërtet më pëlqen kur Andi thot për shemb shoku jon që normalisht ka konflikt, ka përplasje të tjerë, por where do you draw the line? Kupton se çdo gjë ka një kufi. Ti më duket sikur ne jemi kështu me spat, që gjithkohës jemi që unë do hyj aty te debati, edhe pavarësisht se çfarë do thosh ti, në të gjithë debatin, mund të flasim 4 orë, pavarësisht se çfarë do thosh ti. Unë do përdor çdo lloj gjëje të mundshme që të fitoj. Po. Më mendoj se është shumë e përhapur kjo në Shqipëri, ose unë jam shumë butthurt edhe shumë... Shiko, unë tolerant nuk jam, domethënë kam qenë tolerant, kohët e fundit jam gjithmonë më pak,
Dhe duke qenë se kam rolin e hostit, atëherë përpiqem që të jem sa më tolerant që të jetë e mundur. Por në përgjithësi unë nuk është se merrem me persona, domethënë nuk është se i them një personi ti je kështu dhe unë do të luftoj ty si person, sepse ne kemi këtë, nëse ti e shikon për shembull, nëse do bësh një status, vinë të thonë ti je i shitur, apo ti je me këtë, apo ti je me atë. Domethënë ai nuk merret fare me atë që po thua ti, po thotë ti je ky. Dhe duke qenë se je ky, fillon e flet për ty, e kupton? Kështu që nëse ti do diskutosh për personin, atëherë mund ka ndodhur veç, isha në një space dhe erdhi njëri tha, jeni të shitur tek Shkëlqen Berisha. Domethënë as nuk e konsideron të fare që unë për çfarë po flisja konkretisht, apo si është ky problem, apo çfarë argumentesh kam, as nuk kishte asnjë kundër argument, po do merrej me mua, domethënë se kush jam unë, pse jam unë, pse po flas kështu, domethënë ne kemi këtë kulturën e thashë themit, kulturën e sulmit ndaj personit, ad personam dhe jo debatin mbi argumentin. Se unë mund të jem njeriu më i poshtër, më i shitur, më ekstremist në botë, po ti merru me atë që po them. Nëse unë po them diçka logjike dhe racionale, atëherë ma prano. Po do të flasim për argumente. Unë këtë përpiqem të bëj dhe unë s'është se marrinat apo kam bërë debate të mëdha. Jo, po kjo është arena. Arena është e tillë, domethënë që kjo thashë themi dhe sulmi personal ndodh. Tani, në qoftë se ne duam të argumenti, tani po të ikesh atë debati, je i dobët, je ai apo ike, apo ke frikë, apo nuk ashtu, apo nuk ashtu. Domethënë është kjo. Nëse do e lësh debatin, nëse vërtet njëri do e bën sipas librit që në momentin e parë që të kaloj ajo në personale të dilte automatikisht, normalisht të gjithë dëgjon space X y Y nuk do kishte asnjë lloj respekti, sepse unë nuk mendoj se ne kemi atë nivel intelektual për ta kuptuar atë. Do ishte ai që do dilte do ishte friksi, do ishte i paafti apo tjetër. Disi ta them, domethënë unë mendoj se kur bën një podcast apo një space, kjo është e mira që askush mund të vijë as të censuroj, as të imponoj mendimin, domethënë ai mund të ketë mendimin e vet, secili në fund fare do ikë në shtëpi me kokën e vet me mendimet e veta. Nuk mendoj se brenda një ore që mund të bëhet një space, dikush do ndryshoj totalisht mendim, edhe do thot, po, pas kam patur gabim. Kështu që unë ju them njerëzve, nëse ti nuk je i kënaqur, bëj diçka tjetër. Domethënë, ka shumë njerëz në Shqipëri që kritikojnë, por ka shumë njerëz që nuk bëjnë diçka. Nëse ti nuk je i kënaqur me lëvizjen bashkë, se janë shumë socialistë dhe shumë, sorosian, bëj diçka tjetër, bëj një lëvizje tjetër tënde. Nëse ti nuk je i kënaqur me një person që po e bën një host apo një space, bëj diçka tjetër, shprehu ti në rrjetet e tua sociale, ke lirinë tënde për të shprehur, nuk është se si ta them, nuk është se do i ndryshosh kokën tjetrit apo do i ndryshosh tjetrin duke e sulmuar, përkundrazi. Duhet për t'ia ndryshuar mendimin dikujt, duhet të debatoje në mënyrë shumë më personale me të duhet ulësh nivelin e tij ose të përpiqesh ta empatizosh për të ndryshuar mendimin. Nëse ne do pretendojmë se do ndryshojmë mendime apo do imponojmë mendime apo do fitojë një mendim në raport me tjetrin apo një person në raport me tjetrin, atëherë kjo është problem me kulturën e debatit. Ne kuptoj. Jo, shiko, I gjithë fenomeni është pozitiv, pavarësisht se duket sikur po qajmë apo po ankohem, domethënë unë jam i bindur që gjithë sistemi fenomeni që po ndodh tani është pozitiv si me spaces, si me podcastera. Domethënë unë uroj që sa më shumë të shtohen domethënë në numër, se është shumë gjë e mirë. Sa më shumë të ketë aq më mirë është, aq më shumë rritet ndërveprimi, aq më shumë rritet larmishmëria, kur rritet larmishmëria, domethënë pastaj bëhet edhe gara më e fortë, rritet konkurrenca. Kur rritet konkurrenca normalisht truri kalon për ato ndjenjat pasive që ka nevojë të jetë më kreativ, ose jo, ndonjëherë varet se si është individi. Po e njëjta gjë si me podcastet do kisha dëshirë që edhe shumë grupime të tjera për shembull që në krahasohen me Lolitën e tjetrin të organizonin spesa. Po me sa e kam vënë unë, domethënë, mbase është për arsye të feedit tim, domethënë se çfarë më vjen mua në Twitter edhe ku kam un follow, kë nuk kam, por për shembull ne e bëjmë këtë krahasim shpesh që në Kosovë, domethënë, është një gjë shumë herë më e madhe se sa në Shqipëri. Spesa në Kosovë ka për ditë.
ose servera kosovare, le të themi se. Po vërtet është, mendoj se në Shqipëri domethënë kush është space tjetër për drejtën, nuk është se domethënë ndoshta kam hapësirë të kufizuar në Twitter, por nuk është se më dalin. Edhe mendoj se nuk është popularizuar aq sa do popularizohet në të ardhmen. Mirë, po mendoj se ka shumë hapësirë dhe fakti që ne zhvillojmë dhe fakti që vinë njerëzit, mendoj se është pozitiv. Edhe nuk e di, mendoj se nëse më shumë personazhe, jo vetëm personazhe publike, por njerëz të cilët kanë diçka për të thënë, do përfshiheshin, atëherë padyshim edhe unë për veten time, më mirë do rrija 2 orë në darkë duke dëgjuar, për shembull unë gjoj Space, gjuhën angleze, amerikan, edhe vinë persona nga më të ndryshmit dhe flasin për politikën e jashtme të Amerikës, flasin për ekonominë apo monedhën amerikane, për dollarin, flasin për mass shootings, për çdo gjë, kupton, dhe unë do kisha kënaqësi më mirë të dëgjoj aty disa njerëz që flasin sesa një emision televiziv, një talk show ku nuk merret vesh se çfarë thuhet dhe ku njerëzit janë gjithmonë të njëjtat fytyra që flasin si ekspert për çdo temë. Pra, ato kanë degraduar fare, pastaj ato nuk sjellin më asnjë lloj risi, asnjë lloj debati, asnjë lloj mendimi të ri, ato nuk sjellin më as kënaqësi, se kishin një kohë për shembull kur merrte Çanja Tabu Allin për shembull. Ka kaluar në TikTok e gjitha ajo. Kishin një cik cirk, domethënë. Tani kanë atë kopshtin e tyre, kanë atë. Unë do kënaqesha për veten time nëse shqiptarët do ishin në Twitter dhe do e merrnin veten seriozisht dhe nuk do ofendonin, po do flisnin në mënyrë të shqetëruar, domethënë do bëjnë një agora siç ka qenë në kohën e Greqisë lashtë, ku dilnin njerëzit në shesh dhe thjesht flisnin, sepse ti aty thjesht do flasësh, nuk është se do imponosh mendim apo do fitosh një garë, thjesht do flasësh. Kështu që nëse do bëhej e zakonshme, unë do kisha kënaqësi edhe thjesht si dëgjues, jo për të folur apo për ta menaxhuar, po thjesht si dëgjues. Do ishte një kënaqësi për mua që të dëgjoj të flasin figura politike, domethënë Kosovë kam parë që përfshihen edhe deputet apo ish deputet apo këshilltar të politikanëve apo gazetar apo familjar të tyre, kështu që është një hapësirë më e lirë se në Shqipëri dhe më liberale deri diku. Në Shqipëri edhe tek ne kanë ardhur politikanët, nuk është se kanë patur komplekse, do doja që të vinin më shumë, edhe kanë diskutuar edhe me persona të tjerë në Space, domethënë anëtarët e grupit ju kanë bërë pyetje, sigurisht me respekt, por ju kanë bërë pyetje dhe ata janë përgjigjur, dhe në fund gjithmonë kanë thënë që unë ndjeva mirë, jam ndier më mirë se në emisione televizive, domethënë edhe ata vetë duan të veprojnë mirë. Normalisht asnjëherë nuk kanë për ta marrë në emisione televizive ata që marrin të harojnë, domethënë. Edhe shiko, thellë ata e dinë më. Kupton, po ideja është ata që nuk vinë se kanë agent, këta që vinë se s'kan shiko, që mos tregojmë negativ. Mund të jenë të dyja në një të kohë, mund të jetë njëra më shumë se tjetra, unë mendoj se unë nuk e kam mjaftueshëm besimin që kur individ të cilët ti i ke mbështetur në mënyrë të drejtë apo të zhdrejtë, domethënë dhe i ke marrë në Space, edhe më pas unë, edhe mund të kenë vajtur diku tjetër, who knows, nuk e di tash se ku kanë vajtur. Unë, të them të drejtën, nuk jam i bindur nëse të njëjtat individ në një pozicion pushteti, nesër pas nesër do bënin një. Po ne kemi edhe kulturën pak që jemi pak, si më thënë, klasist apo poshtrues për ato shtresat më të ulta dhe njerëzit fillojnë edhe, domethënë për ta thjeshtëzuar muhabetin, edhe shoferi i kryetarit të komunës bën sikur është ndonjë personazh publik. Kështu që kanë një farë vështirësie për qenë të thjeshtë dhe për të diskutuar me njerëzit, por me atë që kam vënë re unë, nuk është se nuk kanë interes, apo nuk është se nuk duan që të ekspozohen në rrjetet sociale, thjesht nuk kanë informacionin e duhur. Dhe mendoj se do ndodh dhe duhet ndodh akoma më shumë që dalin podcast. Domethënë ne jemi rritur. Kemi kaluar kohë duke dëgjuar podcastin e Joe Rogan dhe ai nxjerr njerëz që flasin për drogat psikedelike deri te ish agent CIA-s që flasin se çfarë raporti duhet të kenë Shtetet e Bashkuara me Kinën. Domethënë diçka të tillë do doja ta shikoja në Shqipëri. Kam pa disa tendenca të njerëzve që në radio apo në televizion kanë filluar të organizojnë podcaste. Kemi pa edhe nga kryeministri që bën një podcast vetin.
Kështu që do ketë më shumë në të ardhmen, shpresoj të ketë më shumë në Shqip dhe shpresoj të flitet për ato tema të cilat janë reale dhe që i shqetësojnë njerëzit në jetën e përditshme. Dhe shpresoj që të mos futet sistemi si kudo dhe të censuroj apo të është futur tashmë, është futur, po nuk më ha mendja se do t'i ketë. Shpresoj mos futet biznesi dhe mos futet pastaj kjo që mbaje me hatër atë apo fol pro këtij. Kjo nuk do më pëlqente që të ndodhte, apo të ndodhte me parti. Shiko, unë nuk isha në djeni, por edhe njëherë sepse nuk dua t'i përmend fare, po ne dinim sikur Sali Berisha dhe Edi Rama me flasim ishin gjëja e parë që ata kishin bërë, por ata janë qarkullojnë 3-4 podcaster të tjerë nga të sponsorizuar drejt për drejt nga këto media të mëdha që bëjnë pikërisht atë puthjen e prapanicave sipër që t'i japet rruga atyre, domethënë. Edhe mua më erdhi goxha surprizë kur e pash, domethënë, se ishte goxha produksioni e ke parasysh që hidhet leku i madh, domethënë duket direkt edhe normalisht me logon e një televizioni më të madh në Ballkan. Normalisht. Shiko, podcasti po ta marrësh, nuk është diçka që s'ka ndodhur kurrë. Podcasti tek e fundit një intervistë me një të ftuar është, nuk është se s'ka ndodhur në televizion apo. Por ideja podcastit është të jetë e lirë nga konvencionet, do më thënë mos të ketë skaletën tipike të një gazetari, mos të ketë, si ta them, të ketë më shumë liri, të ketë më shumë kohë, mos të jetë i limituar nga reklamat apo nga koha televizive, se televizioni nuk të lejon ty që të flasësh 2 orë. Po të jetë drejt për drejt. Nuk do të thotë drejt për drejt, të përdor kështu, domethënë fjalori fort, por të jetë drejt për drejt, të jetë eksplicit, jo nga të sharat, po nga përmbajtja një herë. Po mos jetë impostuar, si themi. Ka dhe podcaste që përmbajnë gjuhë të fort, por nga përmbajtja prap nuk janë eksplicit, prap janë të ndryshme, është çesharake. Po që ato i rregullojnë tregu vet, nuk kanë ndonjë problem. Kështu që nuk mendoj se do kenë ai shumë suksesa kanë pasur në media me këtë pjesën e kontrollit, sepse ata që janë të interesuar. Mendoj se media as nuk ka aftësinë për ta plotësuar atë nevojë të podcastit, sepse po ta marrim podcasti është nevojë e disa njerëzve për të thënë gjëra që zakonisht nuk thuhen apo nuk janë shumë politikisht korrekte apo nuk ekziston dëshira për t'i thënë televizor. Dhe gjithmonë sa do i lirë të jetë televizioni, prap do ketë disa tema që janë no-go, domethënë do ketë disa tematika, disa persona, disa emra që nuk i përmend dot. Do shta tim podcast mund dalësh dhe të flasësh edhe për Super Mario në 3 orë rresht, kupton, nuk është se do jetë ndonjë krye redaktor që thotë kjo është trash i vën plera, nuk ja vlen. Je ti që e vendos. Dhe këtë hapësirë ata nuk do e marrin dot kurrë. Sepse për vetë formatin e televizionit, për vetë kohën televizive, për vetë strukturën që është biznes tek e fundit, nuk e bëjnë dot ato që mund ta bësh ti. Kështu që do ekzistojë gjithmonë ashtu siç kanë ekzistuar rrjetet sociale, se pse ekzistojnë Lolita për shembull, që flet për politikë. S'do duhet të ekzistonte. Do duhet flisnin aktivistët, partitë politike, ku diun revistat, gazetat, organizatat. Po fakti që ka njerëz që nuk shprehen dot, janë disa tema të cilat nuk thuhen në televizion apo nuk thuhen publik, për atë arsye ekzistojmë ne. Se faqet e memeve nuk ju takon atyre të merren me politikë. Por duke qenë se ekziston censura apo ekziston konformimi, gjithmonë do jetë edhe një pjesë antikonformiste dhe deri diku rebele, derisa të kapet ajo, derisa ta shantazhojnë apo ta blejnë. Po ideja është që sa më shumë të rezhistosh, aq më mirë është, sepse po ndoshta jo po frymëzon, po i jep nxitje disa të tjerëve që ta bëjnë të njëjtën gjë, dhe unë e shoh në Shqipëri që shumë faqe bëjnë pak a shumë ato që bëjmë ne. Dhe tani po e shoh edhe me podcaste që shumë njerëz kanë bler mikrofonin e podcastit edhe fillojnë të bëjnë podcast. Pastaj se sa të aftë do të jenë, edhe se sa do flasin për tema të duhura, dhe sa tërheqës do të jenë, këtë do të tregoj koha. Por në përgjithësi është pozitive. Është vërtet pozitive. Mendoj që për këtë pjesë, domethënë, ato interesat e mia që kisha i pyeta
ti shprehe, i arritëm. I themi njerëzve njëre para fare se unë haroj gjithmonë edhe më kam siklet të madh. Bëni like, bëni komentoni, na kundërshtoni, sidomos na kundërshtoni, unë vdes kur më kundërshtoni, se më jep edhe material për herën tjetër, është me hile, çdo gjë. Edhe bëni subscribe, shpërndajeni me miqtë tuaj, në qoftë se për çdo lloj arsye somehow ka ndonjë që ndik bucin po jo Lolitën, linku do jetë në përshkrim, por e as nuk ka nevojë për link fare, se thjesht Lolita. Po, unë i falenderoj gjithë ata që e kanë dëgjuar këtë bisedë, ju bëj thirrje gjithëve që ta ndjekin Buçin, edhe ta ndjekin Buçi podcast, ta ndjekin Bleonin në Instagram, sepse është një ndër podcastet e vetme ose të para që ekzistojnë. Domethënë, unë e kam njoft nga Besi dhe Andi, që janë dy shokë që bëjnë podcastin, aty pas që është edhe Buçi edhe pastaj folëm në Facebook edhe bëm gjë shumë të bukur në Instagram, në Twitter më fal. Edhe do ju bëja thirrje njerëzve, jo në lidhje me podcastin, por në lidhje me rrjetet sociale në përgjithësi, që mos nxjerrin energji negative vëlla. Por shohësh comment section kudo apo debatin, është gjithmonë i mbushur me sharje, me mallkime, është i mbushur më shumë me urrëtie dhe me një farë frustrimi që njerëzit e nxjerrin nga jeta e përditshme dhe e vjellin në rrjetet sociale. Do ju lutesha që mos ta shikojnë rrjetin social si një hapësirë ku ti mund të shfryhesh, si më thon, të nxjerrësh të keqen, po ta mendojnë si një hapësirë ku ti mund të shpërndash edhe të mirën, ku ti mund të shprehësh një mendim në mënyrë të artikuluar dhe të mirë strukturuar, dhe ti mund të ndikosh dikë tjetër në mënyrë pozitive. M'fal. Edhe e treta që do doja t'i thoja kujdo që dëgjon këtë bisedë apo kujdo që mund ta influencoj sadopak, është të mos japin vëmendje në vendin e gabuar. Sepse nëse gjithmonë do rrimë të flasim për të njëjtat tema, nëse do flasim për Big Brother, nëse do flasim për përputhën, nëse do flasim për budallënjtë e TikTokut, budallënjtë e Instagramit, nëse do flasim për njerëz të cilët bëjnë gjëra komplet pa vlerë, si përfaqësore dhe ordinere për të marrë 15 minutat e famës dhe për ta monetizuar atë famë pastaj, atëherë ne me duart e tona po e ndërtojmë shkatrimin tonë dhe shkatrimin e shoqërisë dhe të fëmijëve tanë përgjithësi, sepse këta njerëz do bëhen të famshëm nëse ne ju japim vëmendje. Çojeni vëmendjen aty ku duhet, ndiqni njerëzit që duhet dhe që flasin për tema të cilat vërtet ja vlen të flitet. Tregoni konstruktiv, mendojeni rrjetin social, tashmë gjithmonë më shumë për shkak të algoritmit, rrjeti social është shtëpia juaj. Dhe nëse ndërtoni shtëpinë tuaj me plehra në vend tullave dhe vendosni aty pislëqet më të mëdhaje, i ndiqni, bëni like, debatoni mbi to, edhe sikur t'i shani, prapë po flisni për to, atëherë sigurisht që ndërtesa e madhe do jetë një kosh i madh plehrash. Kështu që ndërtojeni vëmendjen tuaj, rrjetet tuaja sociale, debatin tuaj me tulla që vërtet ja vlejnë, edhe ndiqni njerëzit si Buçi edhe njerëz vërdall që vërtet ja vlejnë dhe promovojeni sa më shumë. Në qoftë se një fund të Lolita, thjesht fund të Lolita, se Buçi është i vogël shumë, po te Lolita do njihni shumë karaktere, do shihni shumë poste, do shihni shumë artikuj, do shihni shumë debate të nxehta. Por më kryesorja është që edhe në qoftë se keni merak për të folur ose jeni të drojtur, thjesht futuni një herë në space te Lolita, shife një herë. E kupton, provoje, hidhi në një sy, të pëlqen, s'të pëlqen, shifeni avash. Gjë tjetër nga çfarë tha Petro, unë nuk kam çfarë të shtoj, se edhe nuk më vjen gjë tjetër tash, kështu që me nota të tilla ne ju lëm, qofshim mirë dhe miru dëgjofshim episodin tjetër. Deri atëherë. Ciao, shumë faleminderit për bisedën.